Vëllezëri Xhaka kanë qenë më të komentuarit në vitet e fundit sa i përket futbollistëve shqiptarë. Të gjithë donin që Graniti të ishte pjesë e Shqipërisë, por për fat të keq, mesfushori është pjesë e Zvicrës. Megjithatë, njëri prej vëllezërve erdhi te Shqipëria për pak kohë, Taulanti, jo në lartësinë e vëllait të tij, por sërish arriti të shkruajë historinë me fanellën e Shqipërisë. Jo pak, por 30 ndeshje të luajtura me fanellën e Kombëtares, nga të cilat mori jo pak emocione. Taulanti ishte pjesë e Europianit të parë në historinë e Shqipërisë, në Europianin e Francës. Atje shkroi edhe një histori të re për futbollin evropian, pasi luajti përballë vllait të tij, Granitit, në Shqipëri Zvicër. Ndërkohë gjithë vëmendja më e madhe është padyshim te nata Beogradit, ku sy pa trembur, Taulanti u largua i fundit nga fusha e blertë dhe nuk kurseu muskujt e tij me serbët. Dje Xhaka la përfundimisht futbollin, pasi kohë më parë ishte tërhequr nga kombëtarja. Në ndeshjen kundër Luzernit e fundit të karrierës së tij, Taulant Xhaka u hodh në fushë titullar. Klubi kishte menduar një detaj të bukur, teksa largoi nga fusha në minutën e 34 të takimit. Numri në fanellë të Taulant Xhakës ishte 34, ndërsa edhe mosha e tij është 34 vjeçare, një shenjë simbolike ku klubi e largoi nga fusha në minutën e 34 për të marrë një dorë turqide të madhe nga publiku në Zvicër dhe një falënderim për të gjithë kontributin e dhënë te Bazeli, por edhe në këtë rast Taulanti u vendi nga vllai i tij, Graniti. Kjo pasi para ndeshjes, Graniti mbajti një fjalim për vllain e tij para tifozëve të Bazelit, ku me së tjera tha: "Një Xhaka iku dhe një tjetër do të vijë së shpejti", duke paralajmëruar kështu kalimin e tij nga Leverkuseni te Bazeli. I menjëhershëm ishte shpërthimi emocional i tifozëve të Basel, që nisën të këndonin për Granit Xhakën, duke harruar largimin e Taulantit. Gjithashtu edhe në momentin kur Taulanti u largua nga fusha e blertë në minutën e 34 të ndeshjes, nisi një tjetër këngë që i kushtoi vllait të tij, Granit Xhakës. Offiziell wechselt der letzte Basel als Stempel Nummer 34, Taulant!